Dhja e Vjos Osmanit, për i këthemi, është në një, do të me lexu si LDK-n e identifikon, e kategorizon dhe e konfirmon si partia ma të besueshme në Kosovë. Sepse aja ka lëshu LDK-n në ditën që e ka humbë besimin LDK-n. Edhe ka mendu që angazhimi me një grup tjetër politik jep mundësi me që kauza për para. Për 5 vjetë, u po që kauzat politike që i ka besu, i ka mendu, së një ka që deri në piken që është mundu edhe ka prit, sepse e ka bo maksimumin. Maksimumin e saj e ka dhonë. Atër, kjo LDK-ista, Dërgovista do të mikëzu, që kjo është neve nga kategorizon si partia ma besueshme, kush do mu bashku me ne, me shty kauza politike për para. Shkoni ku doni, sillnu ku doni, rëni me ku do, hyni lista ku doni, bëni me çdo parti politike, edhe ai që ka 50, edhe ai që ka 12, edhe ai që i ka 10, badiava keni, sepse partia ma besueshme LDK-ja.